Komunat e Republikës Kosovës, ka aspekti ligjor është dashur deri me 30 shtator ti miratojnë buxhetet e tyre komunale. Mirë po 11 komuna nuk kanë arritur që brenda kësaj periudhe kohore ti miratojnë projekt buxhetet komunale në komunat e tyre përkatëse. Mirë po, në anën tjetër, komunat mund t'i aprovojnë buxhetet e tyre komunale deri sa të marrë seanca e Parlamentit të Republikës Kosovës ku do të diskutohet, debatohet dhe miratohet buxheti i tërësishëm i Republikës Kosovës. Neve si asociacion i kemi parapar këto sfida. Për këtë arsye ju kemi drejtuar Ministrisë Financave me një kërkesë që t'ja mundsoj komunave që buxhetet e tyre komunale t'i miratojnë pas zgjedhjeve lokale. Sepse në që në shtator ta kemi fushatën parazgjedhore dhe në fund të shtatorit është dashur që komunat t'i miratojnë buxhetet e tyre komunale. Duke marrë parasysh që gjithë kryetarët e komunave, shumica absolute e ish anëtarëve të kuvendeve komunale, ish drejtorëve komunal kanë qenë në fushatë zgjedhore, atëherë prioriteti nuk ka rënë në miratimin e buxhetit të komunave. Mirë po në anën tjetër, duke marrë parasysh që institucionet qendrore ende nuk janë funksionale, atëherë komunat e kanë mundësinë që t'i miratojnë buxhetet e tyre komunale me kuvendet e reja të dalura pas zgjedhjeve të fundit lokale, mirë po do të bie në diskrecionin e Parlamentit të Republikës Kosovës. Herdo kurdo që e mon seancën për buxhetin e Republikës Kosovës, t'i marrë parasysh apo mos t'i marrë parasysh buxhetet komunale të cilat miratohen me vonesë. Neve kemi parapar këto vështirësi, mirë po niveli qendror nuk e ka pa të rrugës të kthejë një përgjigje apo t'i marrë parasysh kërkesat e komunave drejtuar nivelit qendror. Tani, nëse situata politike në nivel vendi është kështu siç është, domethënë pa funksionim të nivelit qendror, buxheti i Republikës Kosovës, domethënë në këtë situatë nuk e di se si do të miratohet. Kur të miratohet buxheti i Republikës Kosovës, normal që miratohen edhe buxhetet e komunave të Republikës Kosovës. Neve po shpresojmë që sa më shpejt që është e mundur të funksionalizohen institucionet e nivelit qendror në mënyrë që edhe komunat e Republikës Kosovës të mos mesin pa buxhet. Neve si asociacion, herdo kurdo që do kemi mundësi gjatë amandamentimeve të ligjeve, do të kërkojmë që nëse situata është e njëjtë si e këtij viti, atëherë t'i mundsohet komunave që pas zgjedhjeve lokale të fundit t'i miratojnë buxhetet e tyre komunale në mënyrë që kryetarët e zgjedhur pas zgjedhjeve të fundit lokale dhe anëtarët e kuvendeve komunale të diskutojnë, të debatojnë, ta miratojnë buxhetin e komunës dhe me atë buxhet të punojnë vitin e ardhshëm. Do të thonë kjo është më mirë se sa ashtu siç ka ndodhur këtë vit në shtator të kemi fushatë parazgjedhore, po edhe afatet ligjore për miratimin e buxheteve komunale. Po nëse nuk kemi buxhet të Republikës Kosovës, atëherë normal që nuk do të ketë investime. Janë disa nene aty te ligji për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësive që ndoshta nëse nuk miratohen afate ligjore i gjithë shërbimit civil në nivel vendi do të mes pa paga, pensionerët pa pensione, rastet sociale pa përkraje sociale, domethënë në bazë të legjislacionit në fuqi, nëse nuk për niveli qendror nuk i përmbahet afateve ligjore të përcaktuara me ligjin e financave publike dhe përgjegjësive, atëherë shteti jon do të jetë në një kollaps financiar komplet dhe do të ketë mundësi vetëm t'i paguajë borxhet ndaj institucioneve të huaja apo kredit, të cilat janë lidhur në bazë të kontratave dhe të miratuara në Parlamentin e Republikës Kosovës. Pra këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me sfidën që komunat mund të përballen në këso situata, mirë po edhe qytetarët e Republikës Kosovës komplet mund të përballen me sfida, të cilat nuk e kemi pasur që nga Kosova e pas luftës.